Zbulohet arsyeja pse 3 yjet e Tottenhamit mbetën pa medalje në festën e triumfit në Ligën e Evropës. Heung-min Son, Cristiano Romero dhe Rodrigo Bentancur ishin 3 lojtarët e Spurs që mbetën pa medalje pas fitores 1-0 ndaj Manchester United në finalen e zhvilluar në San Mamés të Bilbaos të mërkurën brëma. Ky detaj u vërej nga shikuesit pas festës së madhe të klubit londinez, ku morën trofeun të parin pas plot 17 vitesh pa trofej në përgjithësi. Megjithatë, UEFA zbuloi më vonë që problemi ndodhi pikërisht shkaku i Tottenhamit. Sipas tyre, Tottenhami dërgoi shumë njerëz për të marrë medaljet e tyre gjatë ceremonisë, edhe pse ata kishin informuar klubet se vetëm 30 medalje do t'u jepshin në skenë secilë skuadër. 20 medalje të tjera do t'i jepshin klubit fitues pas ceremonisë për t'u shpërndarë lojtarëve dhe stafit, dhe kjo ndodhi pasi të 3 yjet e Spurs i morën ato pasi shkuan të vazhdojnë festën e zhveshtore. Për këtë dhe lajme tjera interesante rreth futbollit, vizitoni portalin telegrafi.com.